Bibla është një libër i mbushur me gjak, me imoralitet, me tradhti. Pse duhet me lexu Biblën? Vendosë Zotin të parin, ungjillin e tij të mbretërisë të parin në jetën tonë dhe gjithçka tjetër Bibla thot do të shtohet. Mëkati im, mëkati yt ndërlidhet dhe me një shumësi tjetër të elementëve jetësor që janë cilët e para familja, marrëdhënia, shoqëria, popujt në të cilët Zoti ka vendosur ty. Hiri i Zotit që na jep faljen, nuk do të parë si diçka e lirë që nuk kushton. Përkundrazi si diçka që kushton shumë, sepse momenti që neve e përdorim hirin e Zotit si një licencë për mëkatin, atëherë gjithë jeta merr rrokullimin. Ka mëkate që shkatrojnë jetën në çast. Por ka dhe mëkate të tjera të cilat e shkatrojnë jetën në mënyrë graduale. Ju pak besimtar nisin nga kjo premisë mos gjykimit me njerëzën për mëkatin që kanë bërë, nisin ta justifikojnë mëkatin. Dhe për këto arsye, justifikimi, relativizimi, fsheja, shtyrja e pendimit, vjen dita kur mëkati nuk të trondit më. Kur mëkati bëhet normë dhe zëvendëson perëndishmërinë dhe shenjtë e rinë, sepse ka pasoja edhe për mëkatin e falur, që Zoti ta fal tani. Në fillim, njeriu mëkaton nga kurioziteti, pastaj nga zakoni, dhe më pas mëkati bëhet nevojë. Sepse mëkati, miqtë e mi, ka aftësinë të ndryshoj ndërgjegjen, të deformoj dëshirat, të bën të quash normalitet atë që dikur ty të trondiste. Problemi ynë sot është pikërisht ky, sepse kemi ulur vigjilencën, kemi ulur standardet dhe kemi lejuar mëkatin të bëhet normë. Hiri i lirë është falja pa pendim. Shikoni kishën sot. Të gjithë flasin për dashurinë, por askush nuk vendos dashurinë për bri të vërtetës. E vërteta pa dashurinë mund të vrasë. Dashuria nga ana tjetër pa të vërtetën mund të jetë krejt naive. Sot jetojmë pikërisht në këtë epokë kur mëkati estetizohet dhe e forta fare marketohet. Si liri. E keni në treg të paketuar nga gjitha anët. Bibla nuk tallet me mëkatin. Mëkati dëboi Adamin dhe Evën nga kopshti. Mëkati dogji Sodomën dhe Gomorën dhe njerëzit që ishin atje brenda. Mëkati shkatroi pra edhe shtëpinë e Davidit për brezat të tërë. Mëkati çoi Krishtin në kryq, jo mëkati i tij, mëkati im, mëkati ynë, sepse mëkati shpesh fillon kur njeriu largohet nga pozicioni i tij shpirtëror. Satani do shpirtin tuaj pa disiplinë, pa vigjilencë, pa betejë, pa altar, pa lutje. Beteja fillon me syt, pastaj me imagjinatën, pastaj në mendime. Mëkati nis kur njeriu ndalon së ruajturi portën e shpirtit. Syet e mëkatit të Davidit, mungesë e vigjilencës shpirtërore, abuzim me pushtetin, mpirja e ndërgjegjes. Ky është tmerri i mëkatit, jo vetëm të shtyn të bësh të keqen, por të humbasësh aftësinë, ta ndjesh tmerrin e së keqes në jetën tënde. Në momente kur ndërgjegja errësohet, mpihet, vdes, kur mëkati pjell mëkatin, kur intriga çon drejt vrasjes. Kjo është arsye pse njeriu ka nevojë për një Natan, një profet, një pastor, një njeri i cili të qëndroj për të vërtetën, sepse ka momente kur mëkati të verbon aq shumë, sa që ti nuk arrin më ta njohësh veten, ta shohësh veten, të kuptosh çfarë ndodh. Çdo njeri mund të rrezohet, mund bie, dhe nëse bie dhe nuk pendohet, atëherë mëkati errson dhe verbon tërësisht qenien e tij. Mëkati asnjëherë nuk do të qëndrojë vetëm. Mëkati gjithmonë do të kërkojë shoqëri. Mëkati asnjëherë nuk do të thotë mjaft. Mëkati gjithmonë do të shpjerë më larg se sa ti do të doje. Mëkati i fshehur në tokë do të jetë skandal i hapur në qiell dhe një ditë do të zbulohet. Kisha sot ka nevojë për njerëz si Natani që nuk shiten, nuk tremben dhe nuk e relativizojnë mëkatin. Por herët e vonë do të përballesh me Zotin, i cili do të përballë me mëkatin tënd. Mëkati yt ose do të qëndrojë mbi ty dhe ti do të paguash për të, ose mëkatin tënd ti do ta vendosësh tek Krishti. Dhe gjaku i Krishtit është çmimi i vetëm për pastrimin nga mëkati. Një lider politik, shpirtëror, pastor, çfarëdo që të jetë, mund të falet, Zoti e restauron, por dëshmia e tij publike do të mbetet për jetë e dëmtuar. Bibla është një libër i mbushur me gjak, me imoralitet, me tradhti. Pse duhet me lexu Biblën? I them përkundrazi, duhet me u lexu më shumë, sepse Zoti
nuk synon të mbuloj, të maskoj dhe të fsheh atë që ne duam të mbulojmë, të maskojmë apo të fshehim, qoftë incest, dhunë, mëkatet nga më të tmerrshmet, qoftë vrasje e njerëzve që nga fëmijët e pa faj, se Zoti dëshiron të japim mësimet e mëdha nëpërmjet këtij libri, që mëkati gjithmonë do të prodhojë vdekjen. Zoti nuk na braktis. Për këtë arsye ne kemi Krishtin i cili qëndron me ne edhe në vuajtje. Ai na restauron marrëdhënien tonë me të. Bibla nuk na thret vetëm ta rrëfejmë mëkatin, por na thret ta urrejmë. Jini vigjilent, asnjëherë mos ulni armatimin tuaj poshtë. Nëse e rrezuar, pendo, rrëfe mëkatin tënd më një herë, mos prit për nesër. Një pikë prerje, një shkëputje radikale ndaj vendeve ku ju tundoheni. Asnjëherë mos luaj me zjarrin. Kemi nevojë për Natan në jetën tonë, për njerëz që na flasin të vërtetën. Të jetosh pranë kryqit, duke marrë kryqin tënd çdo ditë, duke rrëfyer mëkatin, duke mohuar vetveten, duke ndjekur Krishtin çdo ditë, kryqi zbulon tmerrin e mëkatit dhe madhështinë e hirit, sepse mëkati premton liri, por të prangos me pranga të rënda. Premton kënaqësi, por sjell në thelb vdekje, sepse vetëm zemra e thyer përpara Zotit mundet të rindërtohet nga hiri.